Sipas ekspertëve të shëndetit, sasia e ujit që duhet të pijë një person varet nga disa faktorë si mosha, gjinia, aktiviteti fizik, klima, si dhe gjendja shëndetësore. Rekomandimi bazë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe institucioneve të tjera mjekësore është rreth 2 litra në ditë për gratë, afërsisht 8 gota, dhe 2.5 litra në ditë për burrat, afërsisht 10 gota. Megjithatë, nëse një person kryen aktivitet fizik të shtuar, qëndron në ambiente të nxehta ose është i sëmur, nevojat për ujë rriten ndjeshëm. Ekspertët theksojnë se ndjesia e etjes nuk është gjithmonë tregues i mjaftueshëm për të përcaktuar dehidratimin. Simptomat si lodhja, dhimbjet e kokës, përqendrimi i ulët dhe urina e errët janë sinjale që trupi kërkon më shumë lëngje. Mjekët rekomandojnë që uji të konsumohet rregullisht gjatë gjithë ditës dhe jo vetëm kur ndiej metje, për të mbajtur në funksion të plotë organizmin dhe për të parandaluar probleme shëndetësore të lidhura me dehidratimin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.